simbolik se sa një pritje për zhbllokim real, paktën në këto rrethana. Presidentja ka obligim kushtetues, jo patjetër fuqi politike reale që të përveç përfaqësoj unitetin e popullit edhe të siguroj funksionimin kushtetues të institucioneve të vendit dhe është një lloj obligimi që karshi një situatë të tillë problematike të mos qëndroj e heshtur. Normalisht duhet ketë kujdes që të mos i tejkaloj ato kompetenca që jep kushtetuta dhe besoj që e ka bërë me kujdes deri tani këtë, ka prit një kohë mjaftueshme, është seanca sot 16 me radhë nëse zgabohem, në cilën nuk ka pas ndonjë zhbllokat, kështu që takimi i sotëm edhe takime tjera që mund të ndodhin në ditët në vazhdim, isha të mirë së ardhura, por nuk kam pritje reale që do të jenë faktori as vendimtare, as shumë ndihmues për të dalë nga kjo situatë problematike, sepse po besoj që gjitha këto problemet e ditëve të fundit, e javëve të fundit, rreth procedurave, rreth kohës, rreth aspekteve formale, janë problematike, por nuk janë kriza e vërtet. Këto janë simptomet e një krize më të thellë shoqërore që e kemi, e që është mungesë e një kapitali të përgjithshëm shoqëror për të dialogu, për të bisedu, për të gjetë kompromis. Nuk kemi mekanizma shoqëror, e këtu më shumë të shifen të partitë politike, por nuk është e kufizuar kjo vetëm të partitë politike, nuk kemi mekanizma shoqëror për të tejkalu. Flisni për këta mekanizma, du t'jenë mekanizma të shkruar formale, apo po flisni për diçka që nuk është të shkruar, por që... Jo patjetër, mund t'jenë të shkruara, mund t'jenë pa shkruara, besa e përmendi në një kohë Anton Qetën dhe të tjera, tërë kanë që rrethana tjera, nuk e kemi pas shtetin tonë, normalisht që këto mekanizma duhet jenë në kuadër të hapësirave publike dhe institucionale, po jo patjetër duhet jenë të vizatuara në procedura. Thjesht e kemi një mungesë të thellë të besimit të njëri tjetri, mes partive politike, po jo vetëm, dhe edhe një shkatrim të besimit edhe të aktor tjerë, jo partijak. Është një investim shumë i gjatë, këto 20-25 vjetë, për të shkatru mirëbesimin të secili aktor tjetër që në këtë situatë ose në situatat të ngjashme do të mund të shërbente si një ndërmjetës i besueshëm nga palët, dhe për më tepër jemi duke kultivu edhe më tej një farë ngecje kulturore ku kompromisi shihet si dobësi dhe kokforcia shihet si virtyt i një udhëheci. Kjo për mua është kriza e vërtet që edhe nëse e kalojmë ne këtë problem, me qëllim nuk pëquj krizë, po është problem momental i themelimit të kuvendit dhe pastaj edhe i një qeverie afat shkurt apo afat gjatë cilat do tjetë ajo, nëse ne nuk i marrim mësimet e duhura për ta ndryshu qasjen se si bëjmë politik, atëherë nuk besoj që kjo krizë do të prodhoj me të vërtet diçka mundësi të mirë, por thjesht do të na zhysë edhe më shumë në këtë hapësirë. Jemi thjesht në një ambient politik shumë toksik, shumë të polarizum, ku bëjmë tifozllëk, injorojmë faktet, i shërbejmë agendave, varësisht nga cila anë kemi më shumë afinitet, pozicionome apo edhe interesa tjera, dhe duke kultivu për një kohë gjatë këtë, tani kemi ardhur në një situatë ku partitë politike janë në një farë cikli të ushqimit të kësaj loje propagandistike. Edhe nëse i përcjellin këto... Populizëm me një fjalë. Mund të jetë populizëm, po edhe më keq, por nëse i përcjellim këto javë të fundit, secila prej partive politike, deklaratat publike dhe veprimet i ka të kundërta me qëllimin e vërtet. Secila prej tyre. Nëse partitë opozitare kishin me pas interes që me largu Zotri Kurti nga qeveria, ata kishin me votu, do të thonë shumë më i madh interesi për t'ia shterë atë 15 ditëshin si afat se sa emri i kuvendit ose e kundërta. Nëse vetëvendosja do të kishte interes për ta themeluar qeverinë, nëse i ka numra siç po thonë, shumë më i parëndësishëm do të ishte emri se sa marrja e mandatit nga presidentja për të. Por jemi thjesht në një farë jemi bërë të gjithë konsumues të deklaratave ku as ata vetë nuk i besojnë dhe ne të gjithë pastaj i komentojmë, luajmë me to, po rreziku i vërtet që unë e shoh këtu është humbja e legitimiteti nga klasa politike dhe në disa vitet na ndodh ajo që po ndodh me shtete tjera, të na vijnë sharlatan politik si alternativa të cilat pastaj mund të jenë fatkeqësisht pretendente për ta udhëhequr këtë vend. Mirë, vazhdojmë me Palin. Pal, takimin e sotëm ju e shihni
Kështu ju t'inglon si përpjekje serioze vërtet, apo Unë simbolika që përkundër se këta duk pak si dyshin, po jo, unë duk shumë serios, në kohë, tamam kohën e vetë, nuk ka ndërhyp para kohë që me thonë, në arë puna që me thonë se je ngutë ose i kete kalu pak kompetencat, është korrekt, është shumë mirë. është për një institucioni që do duhet jeshte, me gjitha kompetencat që i ka, dhe une e përshëndes këta, është me të knaqë, që tha besa më gëzu që u takun. Më gëzu për kaq pak, do të thosë. Sa jenë ujë të avoli dhe sa kje jeni në tërë shumë knaqë me 2 pika ujë. Kjo është ajo. Kriza vërtet është ma e thellë, ma e madhe, ma e gjanë, se sa kretë kjo që shojmë. Po, për ata tha, ta ulanti shumë mirë e tha, kështu që s'du me përsërit, pajtona plotësisht me atë vërtetën, ta manë cila është kriza. Ndu du them një gjë, një shtetë si na, që jemi beku me një liri që së kemi prit, ama bashkët se kemi prit, një liri amerikane, që për fatin tonë ka funksionu shumë mirë, thush që Amerika ishte me UÇK-n dhe ky përfundim ka që fatlumë, dhe në qatë fazë. Nuk ditë me ndërtu qatë frymën e lirisë, ajo dështoj, për shumë arsye, dhe njena prej të metave, ma të mëdha është, që në kokat tona nuk është e futur marrëveshja si postulat, si vlera ma e lartë e çdo politike që ndonë. Paramendoni, marrëveshja është i vetmi postulat, i vetmi organ, ti thojmë ashtu, që e shunë kushtetutën, e mbyll, e kthen tjetër, e bjen tjetër, sepse jemi na njerëzit që mirë me vesh. Konkordanca fillon në vitin 278, para e reson. Në Romë, konflikti mes patricëve dhe plebejve ka qenë i tmerrshëm, ka zgjatë qindra vite. Roma themelohet 700 sa vjet para erës sonë. Dhe e shohin që pa një marrëveshje nuk ka shtet. Roma shkoi drejt fundit përsëri dhe banë një marrëveshje quajtur konkordancë. Aq ju ka funksionu, sa që ata kanë ndërtu një Romë perandorake pastaj, dhe i kanë rrit drejtat e patricëve e plebejve, dhe i në atë shkallë që ata kur ma mos u qu kundër Romës, kundër shtetit. Ma luftat më të peshme përfundojnë me marrëveshje. Dhe kësë është tregimi. Tregimi është që ata aq shumë e çmojnë marrëveshjen, sa ndërtojnë tempullin e konkordancës në Romë. Konkordanca, ka tempullin e vetë, bile 2-3 herë, një herë djegë, një herë prishe, në fund Augustus cari e rinovon dhe e banë shumë madhështor. Forum Romanum është vendi ku është ai tempull, tash gjysmë i rënum me i rënum. Tash me umar ndoshta me i qua atje me i moj takimet edhe mund të arrin këta tanët një... Rusia kësaj është që nëse dikush para 2000 sa vjetëve e ka çmu te në atë shkallë, sa e qunë qejt pastaj konkordancën dhe bëjnë për çdo vjet festa. Sigur kanë bërë për besimet, kanë bërë për konkordancën. Madje kanë perëndesh me emrin konkordancë. E na nuk jemi në gjendje mas 2000 vjetë me marrë një shembull tillë me thonë, hej, çka marrëveshje? Marrëveshja është patriotizëm, është ndërgjegjje, është moral, është shtet, është gjithçka. Pa atë je vetëm një egoist. Dhe po e tham, pa e përcaktuar